Shikues të nderuar, përshëndetje. Kam këtu në studio një autor të ri, I cili ka bërë një studim që vërtet ka herë është dashur që të jetë në skenën tonë shkencore arsimore. Fjala është për përfaqësimin e kulturës tek shqiptarët në tekstet aktuale shkollore këtu në Maltezi, pikërisht të librit që I boton libri shkollor në Maltezi. Është Flamur Anamali, përshëndetje. Përshëndetje. Flamur, ti ki marrë të thosha guximin që të hysh edhe të analizosh tekstet mësimore që janë në përdorim tash në shkollat shqipe në Maltezi. Çka ke vërejt tjetër? Spari përshëndetje, falenderoj për ftesën. Piknisja e punimit që ju keni në dorë është fati që unë magjistrova në dekën e pedagogjisë në Universitetin e Prishtinës, ku u mora si temë magjistrature me hulumtimin e gjendjes aktuale të teksteve mësimore të shkollës fillore me mësim në gjuhën shqipe në Maltezi, ku jemi mundu të trajtojmë inkuadrimin dhe nivelin e inkuadrimit të vlerave kombëtare shqiptare brenda teksteve për nxënësin e shkollës shqipe në Maltezi. E ke fjallet për tekstet të cilet nuk janë autor shqiptarët, por janë thjesht përkthime? Absolutisht. Edhe atë përkthime bukfale të cilat nuk përkojnë me nxënësin I cili vjen shkollimin fillor në gjuhën shqipe. Domethënë nuk janë në harmoninë e kulturës së të shprehur tek nxënësit shqiptar. Po. Ke pa sigurisht ndonjë rast që mund të merret si shembull jo I mirë edhe jo I përshtatshëm për të mësuar nxënësit shqiptar. Po ka shembuj lloj-llojshëm aty, ka raste të ndryshme ku për shembull nxënësit me mësim në gjuhën shqipe I servohen disa terme të cilat në atë moshë edhe nuk I nevojiten. Fjala bie të mësimi I shkronjave, kemi potencohen qytetet malazeze, domethënë të trevave të Malit, ku nuk ka popullar shqiptare. E që nuk ka të keqe ata qytete të njihen nga nxënësit shqiptar, mirë po jam I mendimit që ata duhet të njoftohen spari me rrethin e vet, me kulturën e vet, e mandej sa më shumë që din, aq me tepër vlejnë. Përveç teksteve shkollore nga lënda e gjuhës shqipe, ka edhe lëndë të tjera, të zam muzikën apo historinë, të cila brehen mangësi që duhen evituar. Absolutisht. Domethënë libri që është botu merret me trajtimin e teksteve të gjuhës samtare shqipe, prej klasës parë deri në 9-ën, tekstet e historisë, ku asnjë autor nuk është shqiptar, asnjë, dhe tekstet e muzikës, kulturës muzikore, ku ai gjithçka mund të jetë për nxënësin shqiptar, tekst nuk mund të jetë. Megjithatë unë këtu në librin tuaj të tekstet të gjuhës samtare për klasën e 5, shoh që ka I referuar disa autorëve si e kanë trajtuar ata këtë mangësi në librat shkollore në gjuhën shqipe në Maltezi. Jo, në librin zoti Berioshi është marrë për shembull, nga që jeni ju te klasa 5, është marrë analiza e përpikt e teksteve të gjuhës samtare fjalavie të klasës së 5. E jo të referohemi një studimi, sepse deshëm e zveshtë me pranu, hulumtim për tekste shkollore në gjuhën shqipe në Maltezi nuk ka pas. Nuk ka pas, mirërisht nuk ka pas. Po qire... është marrë një analizë e teksteve të cilat janë përdorim, e jo të thirremi ndonjë burim tjetër informacioni. Megjithatë ka pas mënyrë ndoshta fragmentare, sepse janë organizuar tryeza simpoziume të cilet por botim nuk ka pas. Mund të kenë kështu analiza ose opinione të batuara në përfaqet e gazetave ose të shtypit kohës. Pse ju pak a shumë shihni gjendje më të vështirë, gjendje më të papërshtatshme të lënda e kulturës muzikore? Sepse aty aplikohet fjala vje rast konkret të veshjet popullore, ku kemi veshjen popullore ruse, maqedonase, slovene dhe mandej në fund shqiptare atje. Dhe të thotë sipas jush tekstet aktuale shkollore tek nxënësit shqiptar në Maltezi nuk janë adaptuar vetë kulturës që I takojnë.
si punëtori i arsimit, unë e di parimin e çdo edukatori. Domethënë, edukimi i mirëfillt i nxënësit përfshin në vete edhe edukimin kombëtar. Do të thotë çdo tekst që i aplikon nxënësi me te, ai duhet ta ketë komponentën kombëtare, e cila konkretisht në tekstin e muzikës mungon me të gjitha. Jam vjetër të nështë detyrë e mësimdhënësit, por mund të jetë edhe mësimdhënësi ta aplikoj vetëm programin edhe tekstin shkollor. Mësimdhënësi është këtu në pozitë të vështirë, sepse mësimdhënësi është ai i cili duhet të aplikojë me diçka që të plotësojë këtë komponentën kombëtare tek nxënësi. Sepse me tekst të kulturës muzikore konkretisht ai nuk ka asnjë mundësi të aplikojë me këtë që flasim ne. Dhe ju për të premten në mbrëmje keni caktuar përorimin e këtij libri që mban edhe firmen e Art Klubit. Po. Libri është botu nëpërmjet Art Klubit, kemi pas përkrahjen edhe të fondit për pakica gjatë botimit dhe promovimin e kemi të premten në orën 19 në qendrën për kulturë. Unë ju uroj sukses edhe libra tjerë. Shumë faleminderit që ishit në shkusëndëruar këtu dhe përfundoj bisedën me mesafirin tim edhe tuajin, Flamur Anamalin, me rastin e botimit të librit të tij të parë. Nuk e them titullin sepse do të zbuloni vetë kur ta merrni në duar.